Në Shqipëri 28.000 km2, me një popullsi më të ullët se 3 milion banor që shkon çdo ditë në rrudhje, me fshatra të shpopulluar dhe shkolla të mbetura panzonës, burgjet janë plot. Në disa raste në mbi ngarkesë të kapacitetit, në to gdhihen e ngrysen mijëra persona që vuajnë dënime gjyqësore ose vuajnë masa siguria arresti në burg. Nëse të parët e kanë merituar ligjërisht burgun, të dytët, pra të paraburgosurit, kanë mbi supe vetëm barrën e dyshimit të prokurorisë, që në disa raste del krejtësisht i gabuar. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, gjatë muajit shtator 2025, në gjithë burgjet në vend janë trajtuar një total prej 4.477 personash. Nëse shifra ju duket e pazakont kurse jeni habin, ruajeni për mënyrën se si ndahen. Nga të gjithë të burgosurit që përmenda, 1.845 prej tyre janë të dënuar me vendime të formës së prerë. 2.632 të tjerë, pra 787 më shumë se të parët, kanë qenë të paraburgosur. Më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Burgu duhet shihet si mjeti i fundit kur plotëson dhe kushtet përkatëse të rrezikshmërisë, të rrezikut për të larguar e tjerë. Për gjithë të kategori, akuza nuk është provuar dhe për secilin prej tyre, pafajësia mbetet një mundësi. Kjo kërkon spari edhe një familiarizim dhe një logjisim të gjithë aktorëve përkatës, prokurori gjykat, dhe këtu vjen në ndihmë dhe roli i partnerëve tanë. Shifrat kokforta tregojnë se prokurorit nuk kanë dogan në kërkesat për masa arrest në burg, e aq më pak gjykatat në miratimin e tyre. Masa e sigurisë në vetvete është një garanci që i shërben hetimit, jo një dënim, dhe si në asnjë vend të rajonit apo të Bashkimit Evropian të cilin Shqipëria aspiron, numri të paraburgosurve është më i madh se ai të dënuarve. Vetëm në 31 raste në total është kërkuar masa e garancisë pasurore, ndërkohë që është kërkuar arresti në burg ndaj 3.078 personave dhe detyrimi për paraqitje ndaj 2.611 personave. Pra dukshëm del se ka një tendencë për përdorimin e masave sigurimit më ekstreme nga prokurorit dhe nga gjykatat. Në korrik 2024, prokurori i përgjithshëm dau një udhëzim në lidhje me masat e sigurimit, ku sugjeronte një përdorim më të kujdesshëm dhe proporcional, sidomos me masën e arrestit në burg dhe një aplikim më të gjerë të masave të tjera. Por udhëzimi mbeti në letër, porosit ranë në vesh të shurdhër. Sot burgjet janë plot me njerëz që ende nuk janë dënuar për asgjë. Ende nuk konstatuat një reflektim nga ana e prokurorëve, edhe pse çështja është trajtuar gjërësisht edhe në të gjitha analizat vjetore. Nga tjetra anë, SPAK, struktura më e fortë e drejtësisë, prezantohet më e butë në këtë drejtim, me pretendimin se ja ka ngarkuar këtë masë kryesisht të dyshuarve për krim të organizuar. Masa e sigurimit, arrest në burg, është aplikuar për 236 persona, nga të cilët rreth 82% ose 195 persona rezultojnë të hetuar për vepra penale të krimit të organizuar. Lidhur me rastet e korrupsionit, gjatë vitit 2024, rezulton se me masën arrest në burg janë vendosur 31 persona ose 13.5% e numrit total të personave që vuajnë këtë masë. Por cila është filozofia juridike e caktimit të masave të sigurisë për një person të dyshuar si autor të një krimi? Dhe çfarë rrethanash duhet të përmbush një individ për të merituar burgun? Neve kemi të parashikuar në ligj, në përputhje dhe me parashikimet kushtetuese dhe ato të Konventës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, parimin e prezumimit pafajësisë, që do të thotë që kushdo prezumohet i pafajshëm derisa nuk deklarohet fajtor me një vendim penal të formës prerë, që për ne vendimi penal i formës prerë nuk kupton vendimin e gjykatës së apelit ose vendimin e gjykatës shkallës parë, i cili nuk ankimohet nga njëra prej palëve. Dhe ky parim i prezumimit pafajësisë shfaqet në disa element në ligj, ku patjetër ligji lejon që gjatë fazës së hetimit ose të gjykimit, në rastin kur është e nevojshme që pavarësisht se dikush prezumohet i pafajshëm, por ka mjaftueshëm të dhëna që ai ka kryer një vepër penale, pra ka një dyshim të arsyeshëm për këtë, dhe ekzistojnë ato që ne i quajmë kriteret të veçanta, që ekziston rreziku që ai të iki apo të largohet, ekziston rreziku të dëmtojë provat apo të kryejë një vepër tjetër penale po aq të rëndë apo më të rëndë,
Ligji parashikon mundësinë që mbi bazën e kërkesës së prokurorit, gjykata të caktojë një masë sigurimi personal.